Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tonë të përditshëm Zgjohuni me ne. Sot data shënon 19 dhjetor, një datë që sjell me vete histori, kujtime dhe emra që ka lënë gjurmë në botë. Le të bëjmë një udhëtim në kohë dhe të zbulojmë disa nga ngjarjet dhe personalitetet e jashtëzakonshme që lidhen në këtë datë. Do të vjojmë ngjarjet që ndryshuan historinë dhe do të kthehemi në vitin 1187, kur Paolo Scolari u shpall pap me emrin Clementi III, një njeri që të udhëhiqte me urtësi kishën katolike në një kohë sfidash të mëdha për botën mesjetare. Në një tragjedi të rëndë në Amerikë, në vitin 1907, një shpërthim në minierën Jacobs Creek në Pensilvani mori jetën e 239 minatorëve, një kujtesë e dhimbshme e rreziqeve që njerëzit përballonin për të mbijetuar. Në vitin 1941, në kulmin e luftës së dytë botërore, Adolf Hitler bëri një lëvizje të papritur, shkarkoi një nga gjeneralët që e konsideronte si krahun e tij të djathtë dhe mori personalisht komandën ushtarake të forcave të tij, një vendim që do të ndikonte në rrjedhën e historisë. Shkojmë tani në hapësirë. Në vitin 1972, misioni Apollo 17 u kthye në tokë. Ky ishte misioni i fundit i programit Apollo të NASA-s, duke mbyllur një epokë të artë eksplorimi hapësinor. Dhe në vitin 1984, Britania e Madhe dhe Kina arritën një marrëveshje historike për kthimin e Hong Kongut në Kinë në vitin 1997, një ngjarje që ka lënë gjurmë në politikën dhe ekonominë globale. 19 dhjetori është dita 353 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 12 ditë. Ngjarje. 1907. 239 minator humbën jetën në një eksplorim xerorës Jacobs Creek në Pensilvania. 1941. Adolf Hitler e shkarkon generalin Walther von Brandwich dhe merr komandën ushtarake. 1972. Apollo 17 kthehet në tokë. 1984. Britania e Madhe dhe Kina nënshkruajnë marrëveshjen për kthimin e Hong Kongut Kinës. 1996. Suedia antarësohet në Schengen. Do të vijmë të flasim për lindjet që solën ndryshim në botë. Në vitin 1852 erdhi në jetë Albert Abraham Michelson, një fizikan i jashtëzakonshëm që do të bëhej i pari amerikan që fitonte çmimin Nobel për shkencë. Ai mati me saktësi shpejtësinë e dritës, duke hapur dyer të reja për fizikën. Rudolf Hell, i lindur në vitin 1901, ishte një tjetër mendje geniale. Shpikjet e tij si faksi dhe skaneri me ngjyra arritën të zhvillojnë komunikimin e shekullit 20. Në vitin 1915 u lind një zë që do të prek zemrat e miliona njerëzve, Edith Piaf, ikona e muzikës franceze e njohur për këngën e pavdekshme La Vie en Rose. Në vitin 1924 erdhi në jetë Cicely Tyson, një aktore që përfaqësoi me krenari gratë afrikano-amerikane në art dhe ngriti zërin për drejtësi dhe barazi. Dhe në vitin 1902 u lind Ralph Richardson, një figurë e shquar e teatrit dhe filmit britanik. Karizma e tij ka mbetur e pavdekshme. Në 1996. Suedia antarësohet në Schengen. Lindje. 1814. Lindi Jan Hogwitz, aktor suedez. 1852. Lindi Albert Abraham Michelson, fizikant amerikan me preardhje polake. 1893. Lindi Harry Blomberg, shkrimtar suedez. 1901. Lindi Rudolf Hell, hulumtues gjerman. 1902. Lindi Ralph Richardson, aktor britanez. 1904. Lindi B.T. Renadive, politikan indian. 1915. Lindi Edith Piaf, këngëtare franceze. 1925. Lindi Tanger Dorst, dramaturg gjerman. 1933. Lindi Cicely Tyson, aktor amerikan.
1935 lindi Gosta Bredefeld, aktor dhe dramaturg suedez. 1940 lindi Phil Ochs, kompozitor dhe këngëtar amerikan. 1944 lindi Richard E. Leslie, antropolog britanez. 1944 lindi Anastasia Vertiskaya, aktore ruse. 1944 lindi Zain Janosky, muzikant amerikan. 1946 lindi Robert Urich, aktor amerikan. 1956 lindi Jens Finks Jensen, shkrimtar dhe kompozitor danez. 1972 lindi Alessia Milano, aktore amerikane. 1974 lindi Jasmina Zhbanic, regjizore e BDH bosnjake. 1975 lindi Michael van de Bos, kompozitor holandez. 1980 lindi Jacques Gallery, aktor amerikan. 1987 lindi Aaron Renfre, muzikant britanez. Gjithashtu si çdo datë tjetër dhe kjo datë shënoi humbje të personaliteteve të shquara. Në vitin 1848 humbëm Emily Brontë, autoren e romanit të pavdekshëm Wuthering Heights, një shkrimtare që edhe pse jetoi pak, krijoi një vepër që do të jetonte përjetësisht. Në vitin 1909 vdiq Leopold II, mbreti i Belgjikës, një figurë kontroverse e njohur për kolonizimin e Kongos, që solli pasuri për Belgjikën, por tragjedi të mëdha për popullin kongolez. 1986 shënoi largimin nga kjo botë të Andrei Sakharovit, një fizikan dhe disident sovjetik, i cili fitoi çmimin Nobel për paqe për qëndrimin e tij kundër armëve bërthamore dhe shtypjes. Në vitin 1996 u nda nga jeta Marcello Mastroianni, aktor italian që magjepsi botën me rolet e tij të papërsëritshme, sidomos në filmat La Dolce Vita. Dhe mos të fundi, një tragjedi bashkëkohore në vitin 2016, Anis Amri kreu një sulm terrorist në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, duke marrë 12 jetë dhe duke lënë plagë të thella në Europë. Vdekje. 1075 vdiq Edith Odveses, mbretëresh britaneze. 1848 vdiq Emily Brontë, letrare angleze. 1851 vdiq William Turner, artist britanik. 1898 vdiq Sir Francis Napier, politikan britanez. 1940 vdiq Kristi Kallio, kryetar finlandez. 1953 vdiq Robert Milkan, fizikant amerikan. 1954 vdiq Franz Bregston, shkrimtar suedez. 1964 vdiq Arne Lindbrand, aktor suedez. 1996 vdiq Marcello Mastroianni, aktor italian i njohur në SBA. 1997 vdiq Saga Sjöberg, aktore suedeze. 2003 vdiq Hoge Lang, aktor amerikan. 2004 vdiq Herbert C. Broad, kimist amerikan, fituesi i çmimit Nobel 1979. 2004 vdiq Renata Tebaldi, këngëtare operistike italiane. 2004 vdiq Abdul Tabazalva, boksier i Ugandës. Festa dhe përvjetore. 2009 liberalizimi i vizave për Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Marcello Mastroianni, i cili ka qenë një aktor italian. Për më tepër ju ftohet të ndiqni materialin e përgatitur. Marcello Mastroianni.
Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni ka lindur më 28 shtator 1924, vdiq në 19 dhjetor 1996. Ishte një aktor italian i filmit, i konsideruar si një nga interpretuesit më ikon meshkuj të vendit të tij të shekullit të 20. Ai luajti role kryesore për shumë nga regjisorët kryesorë të Italisë, nga një karrierë që përfshin 147 filma midis 1939 dhe 1997 dhe fitoi shumë nderime ndërkombëtare, duke përfshirë 2 çmime BAFTA, 2 çmime për aktorin më të mirë në festivalet e filmit Venecia dhe Cannes, 2 Golden Globes dhe 3 nominime çmimi i Akademisë. Lindur në provincën e Frosinones dhe u rrit në Torino dhe Rom, Mastroianni bëri debutimin e tij në filmin në vitin 1939 në moshën 14 vjeçare, por nuk e ndoqi seriozisht aktrimin deri në vitet 1950, kur ai bëri kritikën e tij dhe përqafim komercial në komedin Caper Big Deal on Madonna Street 1959. Ai u bë një njeri i famshëm ndërkombëtar përmes bashkëpunimeve të tij me regjisorin Federico Fellini, fillimisht si një komunist i zhgënjur në La Dolce Vita 1960, më pas si një kineast i mbytur në mënyrë krijuese 1963, duke shkëlqyer në role dramatike dhe komike. Ai formoi një dyshe të shquar në ekran me aktoren simbol Sofia Loren, duke luajtur me të në 8 filma midis 1954 dhe 1994. Megjithatë vlerësimin ndërkombëtar, Mastroianni e shmangu kryesisht Hollywoodin dhe mbeti një tespian kryesisht italian për pjesën më të madhe të karrierës së tij. Megjithatë, ai ishte aktori i parë që mori një çmim akademie, nominim për një shfaqje në gjuhën jo anglisht dhe u nominua për aktori më i mirë 3 herë: Divorce Style Italian 1961, As Special Dita 1977 dhe Sytë e errët 1987. Ai ishte një nga vetëm 3 aktorët, të tjerët ishin Jack Lemmon dhe Dean Stockwell, për të fituar 2 herë çmimin prestigjor Cannes Film Festival për aktorin më të mirë. Kontributet e Mastroiannit në artin dhe kulturën italiane e pan atë të marrë nderime të shumta civile, duke përfshirë urdhrin e meritës së Republikës Italiane, i rangut më të lartë kalorësia e vendit. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për Bullgarin. A e dini se kush e themeloi Bullgarin? E themeluar në Rom në shekullin e 19 ka argjendari i talentuar grek Sotirio Bullgari, ky brand shpejt krijoi një reputacion për përsosmërinë italiane me zetari të hollë dhe krijime madhështore kryesisht në stoli. Gjatë dekadave risi dhe prurit e Bullgarit përcaktuan një stil të veçantë të kombinuar me ngjyra të ndezura, fillime të balancuara në mënyrë të shkëlqyeshme dhe motive të pagabueshme, që në një mënyrë ose në një tjetër ngrihen homazh dhe rënjeve romake të kompanisë. Ndërkohë që gjithmonë respektoi trashëgiminë e saj kulturore, Bullgari solli risinë që rishikuan rregullat e bijuterive dhe dizenjot që mbanin emrin e tyre nxitën tendenca të reja duke u dalluar si ikona të dizajnit bashkëkohor. Stolit për argjendit të hollë nga Sotirio Bullgari u vlerësuan shumë nga turistët anglezë që vinin në Rom. Në ato vite për turneon tradicional Grand të bën pjesë që biznesi të lulëzonte me fama të merrte dhënë. Pas dyqanit të parë në Via Sitinia, dyqanet e tjera u hapën njëri pas tjetrit dhe në destinacione të reja turistike. Kur djemtë e Sotirios, Giorgio dhe Konstantino ju bashkuan të atit në biznes, sugjeruan që kompania familjare duhet të përqendrohej në prodhimin e stolive të veçanta për elitën e kohës. Krimet e para të stilit të bijuterive të viteve 1920 reflektuan projektimin e shkollës tradicionale franceze, duke përfshirë platinë dhe diamantët me dizajne gjeometrike. Që nga vitet 1940 filloi të shfaqet stili i vërtetë i Italisë, duke përafruar hije diellore të arit në verdh. Gjatë dekadave bukuritë e Romës janë përkthyer në kodet e panumërta të stolive të Bullgarit, duke shndruar padashje këtë qytet si identitetin e markës. Simfonitë kromatike, balancimi i volumeve dhe talenti për përsosjen e gjeometrisë gjallën shkëlqyeshëm bashkëtesën unike të Romës me të tashmen dhe të kaluarën. Ajo çka e ka bërë gjithmonë të veçantë të brandit janë kombinimet manise dhe dizajnet moderne dhe të gjalla të frymëzuara nga ndjenjat romantike mbi të bukurën. Ndërkohë që shumica e projektimit, prodhimit dhe marketingut për mbikëqyrjen dhe ekzekutohen nga Bullgari, kompania her pas here bashkëpunon me entitete të tjera. Në vitin 2001, kompania lançoi markën e hotelit Bullgari Hotels and Resorts, një koleksion pronash dhe destinacionesh turistike në mbar botën. Koleksionet e bijuterive të Bullgarit përfshin B01, Dream Diva, Serpenti, Bullgari, parentesi dhe një linjë speciale martesore.
Koleksionet e orave përfshin Okto Bulgari, Diagono Hante Holiere për burra dhe Levka, Serpenti edhe të tjerë. Modelet janë një përzierje mes dizajnit italian dhe zviceran. Filiali zviceran i kompanisë Bulgari Hante Holiere CSA me Selinë në Shell ishte një përgjegjësi për prodhimin e orëve Bulgari. Aromat e Bulgarit përfshin Goldea, Splendida dhe Omina për gratë, Bulgari Men, Aqua Classics dhe Bluff Purhome për burrat. Krimi aksesorëve për Bulgari dhe artikujve të lëkurës bëhet me atelien Bulgari në Firenze. 2 herë në vit, Bulgari paraqet koleksionet e tij të fundit në Milan Fashion Week, duke debutuar në pranverë, verë apo dhe shfaqjen e vjeshtës e dimrit. Bulgari Hotels and Resorts është një koleksion hotelesh dhe destinacionesh turistësh në mbar botën, nga Milani dhe Londra. Bulgari Hotels and Resorts kohët e fundit është shtrirë dhe në Pekin, Dubai dhe në Shanghai. Tani u ftohet ndiq në rubrikën Ne dhe Shëndeti. Rozmarina ka një shije dhe aromë të mrekullueshme. Emri i saj vjen nga latinishtja dhe përkthehet vesa e detit. Ajo është një nga erëzat më të preferuarave të andisave shqiptare. Rozmarina dhe vlerat ushqyese. Ajo mund të përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe është e pasur me ushqyes të dobishëm për organizmin. Konsumimi i rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe ndihmon në rritjen e përqendrimit. Shkencëtarët besojnë se aroma e rozmarinës ndikon dhe gjallëron aktivitetin në tru. Në Greqinë e lashtë, studentët mbanin kurora rozmarine në kokë gjatë studimeve. Vaji esencial i rozmarinës është përdorur prej shekujsh për të larguar dhimbjet e kokës, dhimbjet muskulare, reumatizmin dhe artritin. Rozmarina ka aftësi parandaluese të rënjes së flokëve dhe kundër thinjave. Vaji i rozmarinës dhe çaji i saj janë përdorur gjithashtu për të stimuluar dhe ushqyer rënjet e flokëve dhe për rritjen e tyre. Rozmarina ka histori të gjatë si bimë shëruese, e cila përmirëson kujtesën, prandaj edhe në popull quhet bimë e kujtesës. Disa studime pohojnë se si ndikimet e krijuara në veprimin e radikaleve të mira të molekulave të oksigjenit në organizëm kanë ndikim për sëmundjen e Alzheimerit. Rozmarina është antibakteriale. Ajo eliminon bakteret si E. coli dhe Staphylococcus. Largon aknet. Ulëmtimi i kryer në revistën Planta Medica ka treguar efikasitetin e rozmarinës kundër bakterit që shkakton aknet. Për shikim të përkryer, kjo bimë është e shëndetshme pasi mund të ndihmojë në parandalimin e sëmundjeve degenerative të syve që prekin strukturat të caktuara të syrit. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për Anis Amri. Anis Amri ishte një personazh që nga hija kaloi në qendër të vëmendjes botërore për një akt që tronditi Europën, por kush ishte ai, si u kthye një emigrant i zakonshëm në një nga figurat më të përfolura të terrorizmit modern. Anis Amri lindi më 22 dhjetor 1992 në një fshat të varfër në Tunizi. Ai ishte një ndër 9 fëmijët e familjes dhe rritej në kushte të vështira, mes papunësisë dhe mungesës së perspektivës. Si shumë të rinj tunizian pas pranverës arabe, Anisi ndëronte një jetë më të mirë jashtë vendit, por pasioni dhe energjia rinore që mund të ishin kthyer në forcë për ndërtimin e jetës të mirë përfunduan në drejtimin e gabuar. Në vitin 2011, pasi kishte kryer disa krime të vogla në Tunizi, Amri vendosi të largohej nga vendi. Ai mbërriti në Itali, ku fillimisht u dënua për zjarrvënie në një kamp refugjatësh. Gjatë kohës që kaloi në burg, Anisi filloi të radikalizohej. Aty u lidh me individ që promovonin ideologjia ekstremiste, duke shfaqur hapur simpatin për grupe terroriste si ISIS. Pas lirimit nga burgu, Italia refuzoi ta dëbonte për shkak të mungesës së dokumenteve të tij. Në vend që të ndalej, Amri vazhdoi udhëtimin e tij drejt Gjermanisë, duke shpresuar për një fillim të ri. Ati aplikoi për azil, por kërkesa ju refuzua. Pavarësisht kësaj, mbeti në Gjermani fal vakumeve ligjore dhe sistemit të ngarkuar të emigracionit. Gjatë kohës së tij në Gjermani, Anis Amri thelloi lidhjet me rrjete radikale islamike. Ai planifikoi një sulm që do të trondiste Europën dhe të lartësonte emrin e tij në radhët e ekstremistëve. Më 19 dhjetor 2016, Amri hyri në një kamion të vjedhur në një treg të Krishtlindjeve në Berlin, duke vrarë 12 persona dhe plagosur mbi 50 të tjerë. Sulmi ishte brutal dhe i papritur, duke tronditur Gjermaninë dhe gjithë botën.
Pas sulmit Anis Amri kaloi disa ditë në Arati, duke kaluar kufi të disa vendeve europiane. Kjo ngriti pyetje të mëdha për sigurinë dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në Europë. Më 23 dhjetor 2016, ai u gjurmua dhe u qellua për vdekje nga policia italiane në Milano. Do të vjojmë me rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për kryevepër në artit, Mona Lisën dhe teknikat që përdori Leonardo da Vinci për të krijuar këtë vepër arti. Leonardo da Vinci përdori një teknikë revolucionare për kohën e tij, të quajtur sfumato. Ky stil bazohet në aplikimin e shtresave ultra të holla të bojës, të cilat nuk kanë kufi të prerë midis dritës dhe hijes. Kjo krijon një efekt mregullimi dhe butësie që portreti të duket i gjallë dhe tridimensional. Në rastin e buzëqeshjes së Mona Lisës, kjo teknik bën që ajo të duket ndryshe nga çdo kënd. Ndonjëherë duket sikur buzëqesh, erë si një shprehje e fshehtë dhe misterioze. Një tjetër aspekt i veçantë është iluzioni i syve. Sytë e Mona Lisës janë krijuar me një teknikë të avancuar të perceptimit të dritës dhe hijeve, ku linjat që konturojnë sytë dhe drejtimi i tyre krijojnë iluzionin optik se ajo të ndjek me shikim pavarësisht se ku qëndron. Kjo është një nga arsyet pse vizitorët në Muzeun e Louvrit shpesh ndjehen të lidhur emocionalisht me pikturën, duket sikur ajo i vështron çdo herë në sy. Buzëqeshja e Mona Lisës është një nga misteret më të mëdha të artit botëror. Arsyeja që ajo duket kaq enigmatike është mënyra si Leonardo kombinon perceptimin ton qendror dhe periferik. Nëse shikon drejt syve të saj, buzëqeshja duket më e zbetë, por nëse shikon majt e buzëve, vështrimi të largohet pak, buzëqeshja duket më e plotë. Ky efekt ndodh sepse syri ynë percepton dritën dhe hijet ndryshe në qendër dhe anë të fushës së shikimit. Një kuriozitet tjetër që shpesh ngre pyetje është fakti se Mona Lisa nuk ka vetulla. Historianët e artit debatojnë shumë për këtë detaj. Disa thonë se vetullat janë fshirë gjatë kohës nga restaurimi i keq, ndërsa të tjerë besojnë se Leonardo e la qëllimisht pa vetulla për t'i dhënë një ndjenjë më universale dhe të përjetshme bukurie. Tani do t'ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 19 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me vranësira dhe intervale të shkurtra me diell në disa zona të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga mot i vrenjtur në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja pritet të sjellë kthjellime të përkohshme dhe vranësira të pakta kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulëta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 19 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 19 dhjetor do të jetë rreth orës 6:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 15 gradë Celsius. Bera, 10 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Tani do t'ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Për datën
Territori i Kosovës për datën 19 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike me mod pjesërisht të kthjellët dhe vranësira të her pas hershme. Paraditja do të jetë me vranësira kalimtare ndërsa pasditja sjell intervale më të gjata me diell sidomos në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 19 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 19 dhjetor do të jetë rreth orës 6:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 10 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj 0 deri në 8 gradë Celsius. Pej 5 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë 2 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 7 gradë Celsius. Malishev 2 deri në 8 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 10 gradë Celsius. Ferizaj 1 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 11 gradë Celsius. Suhare 3 deri në 9 gradë Celsius. Prizren 2 deri në 8 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishemi sërish nesër në po të njëjtin orë. Deri atëherë, mirupafshim.